Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar pas zhvillimeve ndërkombëtare që lidhen me programin bërthamor të Iranit, duke cilësuar rritjen e armatimit nuklear si kërcënim serioz për sigurinë globale. Siguria ndërkombëtare ka nevojë për më pak armatim nuklear dhe jo më shumë bomba bërthamore që vënë në rrezik gjithë njerëzimin, ka deklaruar Kurti përmes një postimi në rrjetet sociale. Ai ka shprehur shqetësimin e tij veçanërisht për vendet autoritare që sipas tij po zhvillojnë programe për të pajisur me armë të shkatrimit në masë. Posaçërisht, kur shtetet autoritare zhvillojnë programe për pajisje me armatim nuklear, kjo çështje bëhet urgjente dhe alarmuese, shkroi ndër të tjera Kurti. Më tej, ai tha se Republika e Kosovës qëndron për krah qëndrimeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian lidhur me kërcënimin që paraqet programin bërthamor i Iranit. Republika e Kosovës për krah qëndrimin e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian rreth programit të Iranit për të pajisur me armë nukleare, tha kryeministri në detyrë. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati ynë kryesor, partneri i pazëvendësueshëm dhe miku special i Kosovës. Republika e Kosovës është e përcaktuar fuqishëm në mbrojtje të vlerave demokratike dhe euroatlantike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë superfuqia demokratike që duhen mbështetur, u shpreh ndër të tjera kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti.